Nxënësit e shkollës së mesme Cveta Ndimov nga Shkupi të përfshirë në ekipin robotik dhe Power of Skopje morën pjesë në garën prestigjioze ndërkombëtare First Robotics Competition e mbajtur në Turqi. Në një konkurrencë mes 45 ekipeve nga vende të ndryshme, ata arritën të renditen në vendin e 26, një sukses shumë i rëndësishëm i cili duhet të flitet dhe kuptohet, duhet ta dinë të gjithë, madje edhe na bëjnë krenar neve si popull këtu dhe si qytetar të Shkupit dhe Maqedonisë. Sot do flasim për këtë eksperiencë unike dhe sfidat e tyre, përgatitjet për këtë eksperiencë kaq të veçantë në një moshë kaq të re për nxënësit. Gjithashtu në studio do kemi edhe koordinatorin Visar Durak, ai i cili ka qenë edhe shtylla kryesore, ndoshta edhe ndihma më e madhe e fëmijëve, dhe nxënësit Samet Nuhiu dhe Ilajda Ballkan. Përshëndetje dhe mirë se na erdhët. Përshëndetje, fillimisht faleminderit për ftesën dhe mundësinë për ta dhënë disa detaje në lidhje me këtë projekt që kemi realizuar një si shkollë. Është shumë kënaqësi që edhe ne ta kuptojmë më gjërësisht, edhe publiku kuptohet. Përshëndetje edhe për ty, Ilajda. Përshëndetje. Është shumë kënaqësi që të kemi. Faleminderit. Përshëndetje edhe për ty, Samet. Përshëndetje. Dhe faleminderit që jemi ne sot. Do e nisi me koordinatorin, me qenë se kuptohet që bara më e madhe ka qenë mbi të për një javë të tërë gati në Turqi. Si kalua dhe çfarë do të thotë për juve si shkollë fillimisht dhe për nxënësit ky projekt? Fillimisht ajo organizatë, po ajo të cilët kanë ardhur që kanë prezantuar tek shkolla jonë, fillimisht ka qenë njerëz si skeptik. Domethënë kanë ardhur dhe kanë prezantuar edhe pse shkolla jonë njihet si shkollë ekonomike dhe juridike, po edhe mjekësi, jo rastësisht kishim nxënësa të cilët mund të kapeshin ose mund të lidheshin me këtë projekt. Ata e bën prezantimin dhe prezantimi zgjati disa orë në shkollën tonë, i ftuam nxënësa të cilët kanë pak prirje me elektronik, me robotik, po. Dhe pastaj ashtu e menduam, më tepër ishte Sameti i cili ishte pak më i entuziasmuar për të filluar aplikimin. Dhe dikon prej ndoshta nëntor ka qenë atëherë ku filloi aplikimi dhe ishmi e vetmja shkollë, domethënë e vetmja shkollë në Ballkan, e cila e fitoi projektin, po edhe grandin të cilët ato na i dorëzuan të gjitha pjesë dhe pajisjet për ta bërë atë robot. Dhe më pastaj do të tregojmë se si ka rrjedh gjithë ajo procesi, po fillimisht ajo hapi ka qenë të cilën bashkërisht me një grup të nxënësve, fillimisht ka qenë grupi pak më i vogël, po pastaj duke qenë pak më aktiv, filloi grupi pak të rritë dhe kemi qenë dikun 16 veta me mentorë. Me gjithë edhe 2 mentorë kemi pas, 2 profesorë të cilët ato kanë qenë coach, domethënë kanë qenë trajner të cilët profesori Said Alevi dhe Bajri Kanli, dhe ato kanë qenë shtytës i gjithë këtij procesi dhe në fund ja arritën. Po, nuk është e lehtë pastaj në një vend të huaj të mirëpritesh dhe të prezantosh diçka që për muaj të tërë është ushtruar, apo jo, meqense nga muaji nëntor, domethënë ka filluar i gjithë ky projekt. Si ju mirëpritet në Turqi dhe sa ju ndjen ashtu të afërt dhe profesionist në këtë projekt? Aida, zakonisht për shembull ne këto për shembull edhe si shkollë, po edhe si në qytet Shkupit apo si Maqedoni, çdo herë kemi garu individualisht. Domethënë çdo herë fitoret dhe arritjet kanë qenë individuale. Zakonisht për shembull nxënësi i cili ka pas ndonjë prirje, e ka fituar ndonjë vend apo ka marrë ndonjë garë, po kjo ka qenë diçka ndryshe. Në formë grupore është hera e parë. Po në formë grupore, po përpos në formë grupore edhe atje ka qenë një farë lloje, një farë bashkëpunimi grupor. Për shkak se ne kemi qenë një grup. Po pastaj kur kemi shkuar në Turqi, atje kanë qenë edhe 2 grupe tjera që është dashur të bashkohen. Që është dashur të bashkohen dhe aty nxënësit besoj që e kanë fituar eksperiencën më të madhe. Thash zakonisht sukseset i arrin nxënësit vet individualisht, po aty kur erdhëm e pam se sa është e vështirë të bashkëpunosh, kishte mendime ndryshme, tash edhe gjua pak ka qenë
të ne është një përparësie e mirë se jemi vetëm një shkollë të cilën kemi edhe gjuhë turke, edhe gjuhë shqipe. Dhe aty kemi pas një përzirje të nxënësve, të cilët kanë qenë edhe nxënësit në mësim në gjuhën turke, në mësim në gjuhën shqipe, po edhe ka qenë një gërshetimi, një laramani, dhe besoj se nxënësit do t'i japin edhe ato emocionet e veta, dhe besoj që kemi arrit një sukses jashtëzakonisht të madh. Po, le të ndalemi tek Sameti, si nxënës i kryesor dhe quaja i kësaj nisme. Samet, si ishte ajo ndjenja dhe emocione kur ti më vese e vendose që ti jesh pjesë e këtij projekti? Emocioni o kanë që shembull nuk ka kanë vetëm që dhe prezentojmë vetëm shkollën tonë, po edhe aty mi kanë si Maqedoni mi kanë aty. Po, edhe kur shkojtëm atje u kanë një pari që interesant u kanë për ne, edhe kur është roboti, pse kemi pas disa probleme, shembull edhe te dogana kemi pas probleme që mi nxjerr, pastaj për të rregullu robotin. Do thonë sfida të një pas njëshme derisa ka ardhur edhe finalizimi. Po sa ishte vështirë që për herë të parë për ty si nxënës të krijosh një eksperiment të tillë do e quaja? Eksperiment, shembull, më shumë të shkallkon sfida që edhe të ndrejç robotin, të e kriju robotin, kemi pas disa probleme, shembull shka mungu disa pjesë ose disa asaj pajisje. Që nuk janë gjindur këtu, a? Ja, kanë gjindur, pa edhe s'kanë... Po dhe vështirë kemi mujt t'i gjejmë. T'i siguroni. Edhe kemi pas disa probleme, ama e arritëm atë senën që e krijojtëm tek e fundit, që i shkojtëm Turqia dhe murëm pjesë edhe besoj që kemi marrë një vend të mirë. Po, pa dyshim që po, vendin e 26 nga 25 ekipe. Nga shumë shtetet të huaja, po, cilat ishin edhe shtetet që keni pas ndoshta atë bashkëpunimin, apo keni shkëmbyer ide atje? A gjemi kanë për disa shtetave ka pas, ama më kryesor kanë prej Turqijës, masën e kemi pas për Vietnamit, prej Kinës, prej Indijës, prej shumë vendave ka pas. Po, le të ndalem pak edhe te Ilajda, se dua të di se si e ka përjetuar edhe Ilajda këtë eksperiencë kaq bukur si nxënëse e shkollës që ta ndihmon. Përshëndetje, ishte një eksperiencë në ekstrem e mirë, ishte shumë bukur. Aty ishim plot ekipe të ndryshme, plot kultura të ndryshme, njerëz të ndryshëm. Ishte një eksperiencë e bukur sepse shkuam atje për gara, por në njëjtën kohë edhe banëm dhe shoqëni të re, njoftëm plot njerëz të ri. Ndryshe, ishte shumë mirë ishte. Po, sigurisht që për juve pastaj edhe shkëmbimi i ideve dhe njohjes mes të rinjeve mund t'ju ndihmojë edhe për të ardhmen dhe për projektet e tjera dhe për nisma të tjera përveç kësaj, kuptohet. Po, unë harrova që t'ju pyet cili vit jeni, çfarë gjenerate jeni në shkollë? Viti i parë. Unë e viti i tretë jam. Viti i tretë dhe viti i parë. Ka pas nxënës të gjeneratave të ndryshme visar? Po. Domethënë kemi pas vitit parë, viti i dytë ka pas, viti i katërt ka pas. Domethënë për gjitha viteve kemi pas nxënës dhe janë do përgjithësi dhe punët të cilat i kanë pas gjatë përgatitjes së robotit. Duhet ta dini se edhe shumica nuk e dinë se si duket ai robot. Ai robot ka ardhur në pjesë. Domethënë nuk ka ardhur në roboti i kompletuar, domethënë ka ardhur me një kuti të cilën kur ta hapni nuk shifni asgjë. Po normal, domethënë ka pas edhe specifikacion, ka pas edhe si bëhet ai roboti. Po këto kanë punuar më shumë ditë e natë, kohën e kemi pas të shkurt. Por edhe nuk kemi pas njohuri se çka do të ndodh pas. Domethënë kur do të shkojmë në Turqi, çka do të jetë ajo? Si do mirëpritet? Si do mirëpritet? Çka do të bëjmë neve? Domethënë nuk kemi pas shumë informata. Po kur kemi mri, atje ka qenë sikur në Formula 1 për shembull kur del bolidi, për shembull, dhe vjen në servis, duhet një kohë shumë shpejt të servisohet dhe të del prapë në skenë. Neve kemi pas atë eksperiencë, për shkak se nëse dilte robotin në garë, ktheheshte në pit dhe i kish me kohën e shumë të limituar për ta intervenu, për dal prapë në skenë. Dhe për këto nxënësit e di se kanë hasur shumë në vështirësi, domethënë ka pas momente të cilët
kanë qenë shumë keq emocionalisht, për shkak se rregullat ishin shumë të ashpëra. Domethënë ishte një moment për 1 milimetër të cilin e kishmi robotin pak më të madh prej specifikacionit, neve ndoshta i kemi humbur 3 orë për ta sjellë në gjendje. Por ajo ka qenë për nxënësit ekstra një eksperiencë jashtëzakonisht e madhe. Padyshim. Sigurisht që pastaj ka qenë e vështirë për to, duke ditur që përgjatë gjithë ditës ndoshta është dashur që ty kryen obligime tjera në shkollë, orët mësimore mos të mungojnë orët që çdo ditë i kanë zhvilluar, pastaj orët shtesë edhe me këtë robot. Si ja keni dalë? Sa ka qenë e vështirë nxënës? E vështirë ishte sepse punuam shumë në atë periudhë, po i falenderojmë dhe profesorëve tonë që na ndihmuan gjatë kësaj periudhe. Zorisht, nuk ishte lehtë. Nuk kanë shumë e lehtë, shembull, pse çdo zonë se shembull pastaj shkakanarët e kanë kuptuar se e lehtë është. Pse i pari shikimi për herë është më e lehtë, ama kur hin punë e shef myta e që i kanë shumë asaj. Të përkushtuar. Sa më po në fillim sa nxënës ishin dhe sa u rit numri pastaj? Fillim kem 8 nxënës. Pastaj ore shkojtëm deri 13, ama nëse ata shkakanarët kanë kriju punë. Që më të thonë që s'kanë kriju, ama si ekip mi kanë formulume edhe ashtu. Po, sigurisht që me orë të tëra keni ushtruar vazhdimisht, po ndihma ka qenë edhe e juaja. Sa realisht, sepse orë të IT-s nuk kanë në shkollë të mesme, përveç orë të informatikës, po duhet pak ta kesh edhe të mbjellur dhe ta kesh pasion pastaj edhe për të formuar dhe për të krijuar këto robote ose këto projekte. Po tash nxënësit sidomos rinia kanë më tepër prirje në elektronik, në robotik, dhe jo rastësisht shpesh kur bisedojmë me prind çdo herë insistojnë ajo çka kërkohet kushtimisht me thonë në tregun e punës. Në tregun e punës, dhe çdo herë u imponojnë fëmijëve, për shembull sikur që kemi rastin për shembull edhe Sameti është në mjeksi. Për shembull mjekësia. Në mjeksi? Domethënë në mjeksi. S'ka të bëj, realisht. Domethënë në mjeksi me robotik janë dy dega ndryshe. Dy tema të ndryshme, po ja që kanë prirje, nuk do me thonë, ndoshta është Sameti është edhe Ilajda janë nxënësit e shkëlqyer në lëmit ose në drejtimet e veta, po plus kanë edhe një prirje tjetër të cilët mund të ardhmen mund ta ndrojnë. Po, por që në të ardhmen robotika do i duhet mjeksi Samet, apo jo? Po edhe ajo lidhet. Tash si përjedhin trendet, do të vjerë puna që do të bisedoje, jo me mjekun, po do të bisedoje me robotin. Inteligjencën artificiale. Shumë e vërtet, inteligjenca artificiale ka bërë që këto ndryshime drastike të ndodhin mes viteve të fundit. Visar, sa e rëndësishme ishte edhe mbështetja nga Karakall Robotics në këtë projekt? Tash Karakall Robotics është shumë e rëndësi, për shembull të potencohes, ato kanë qenë si shtytës i gjithë këtij ardhjes apo të angazhimit tonë. Ne kur kemi shkuar atje, Karakall Robotics ka disa vite të cilët marrin pjesë në këtë lloj të garave, për neve ka qenë hera e parë, dhe ndonjëherë nxënësit biheshin me moral, unë ju thosha se shifni neve, për neve është hera e parë. Këtu ekipet janë me disa vite, 5 vite, 10 vite të cilët garojnë dhe nuk arrin do të marrin ndonjë vend. Vendit të cilët është prestigjë të mirë, është vendi i parë. Normal. Vendi i parë për shkak se ai vendi i parë shkon në Ameriku, garojnë me gjithë botën, por edhe ai vendi i parë nuk është se është individual, nuk është se është vetëm the power of Skopje mund ta fiton vendin e parë, por prap janë dy ekipe tjera të cilët e formojnë atë vendin e parë. Dhe Karakall Robotics na kanë pritur shumë mirë, domethënë kemi ushtruar të shkolla të shkolla të tyre na kanë pritur jashtëzakonisht mirë. Kushtet në shkollë kanë pasur mirë për ta avancuar dhe për ta shtirë në funksion robotin. Atje kemi punu 2 ditë në duket, 2 ditë kemi punu në shkollën aty dhe pastaj kemi pas 3 ditë në gara të cilët janë bajt në Istanbul. Ilajda, po shoqëria sa ju ka mbështetur në këtë projekt? Me shoqëri ishte në ekstrem, do më thonë shumë mirë ishte.
sepse ato me Karakall Robotics ne u njoftim edhe më përpara, kur erdhen në tetor, më duket kur ishin. U njoftuam dhe kur shkuam atje, u socializam shumë me ekipet tjera. Kishim shumë shoqëri të mirë. Në ekstrem. Po, më interesonë se çfarë ke mësuar nga puna në ekip dhe në këtë rast nga robotika? Mësova se si të punoj si me një ekip dhe si të zgjidh problemet përmes robotikës. Sameti, si mund na përgjigjesh? Qështash e dhone si kapeteni e ekipit, kam qenë të disa venda, se një ekip do të 4 pjesë. Dhe më thonë, kjo ekip është ndarë në 4 grupe. Kjo ekip e jonë është do në 4 grupe të cilët e kanë formulu dhe media sociale shka i kontrollojnë, disa pjesë është e dome, edhe si kapitan me zhbur mu konë të kretë të vendat mi kontrolu. Kretë zbrastirat duhet mi bulu. Po, bashkëpunimi edhe me grupet e tjera atje? Mirë ka qenë, super ka qenë. Pse ato janë më formulume, janë kanë më pregaditër, janë kanë atje, e kanë ditë ka me ndodhë. A gje edhe me gjitha senjat a gje janë kanë edhe në kanë dimu shumë. Sa mendoni se të rinjt në vendin tonë në këtë rast kanë potencial mjaftueshëm për këtë fushë, Samet? Me që je tani si nxënës njohës i informatikës dhe robotikës. Për këtë përgjigje... Ke shoqëri besoj dhe din se sa shoqëria jote janë njohës të mirë të IT-s dhe robotikës. Shumë edhe ne pëse mi kanë shkollë, e nëne shka jem kanë mjekësi, edhe shka ka pas ekonomi, se më foli që shtash që edhe krejt kanë pas mirë senja, kanë pozitiv për ekipën, ka qenë mirë, krejt janë super. Flasë jo vetëm për ata nxënës që kanë qenë pjesëmarrës, po përgjithësi, sa të rinj sot, dhe me thënë, e duan këtë fushë dhe punojnë drejt kësaj fushë? Numri është pak, realisht me folë, që mundën, kanë dëshirë të abajnë është shumë, po edhe shka mundën të abajnë është numri pak, se pja shkrejt duket shumë lejtë puna. Pse edhe neve nga ka duke lejtë, pse ne kemi pas para kohës, shemull disa videoja si me kriju robotin. Shemull një orë ka duke videoja, për një orë asë njëre se kemi bëhat. Ato shka e kryujnë për një orë punën, ne kemi kryu për didit. Normal. Një orë mund tjetë videoja në platformën e YouTube, apo çfarë platforme tjetër, po duke ditër që ajo është e montuar, kuptohet që ditë të tëra ndoshta mund shkojnë. Po nëse tash ka shku 2 ditë. 2 ditë, që është tash mund të shkoj edhe 1 ditë, mund të shkoj edhe disa orë. Po pra, është ajo eksperienca. S'kemi pas as praktik për këtë, se edhe të mjekësia është praktika duhet me pas që me vazhdu edhe mjekësia. Kupto, gjdo punë, ma dje jo vetëm mjekësia dhe kjo fushë robotikës. Mjekësia është më asaj. Më përgjithshme shka është me praktikën vetëm shka mësot më shumë. Profesor, apo visar të ju drejtohem, sa ka qenë pastaj edhe, sa është për juve dhe për shkollën kjo edhe një sukses që mund të përshkruat dhe mund të flitet gjithandej? Si e konsideroni këtë sukses ju si shkollë? Po ne si shkollë kemi qenë të njoftën se gjdo eri kemi pri, gjdo ideje, gjdo projekte, gjdo iniciative, qoftë nga nxënësit, qoftë nga profesorët, po qoftë nga ndonjë organizati e jashtme ose e huaj, do të thonë neve çdo herë kemi qenë në shtytës dhe kemi qenë në pris të çdo lloj projekti. Kjo për neve do të jetë plus që në të ardhmen mund të riorganizojmë, mund të mendojmë që ndoshta duhet të ndrohet ndonjë drejtim, ndoshta duhet të futet ndonjë drejtim ku ka më tepër informatikë, robotikë, ndonjë lanë të cilët kanë më tepër interes nxënësit, dhe normalisht që edhe për profesorët, edhe për shkollën, edhe për gjithë stafin e shkollës, për neve është një arritje jashtëzakonisht e madhe. Mendoni që nxënësit mund të motivohen më shumë pastaj edhe për regjistrimet e ardhshme në këtë shkollë, kur e shohin që ka suksese, ka gara? Po natyrisht që po, çdo arritje, çdo iniciativë edhe për nxënësit, po edhe për prindërit lind ndonjë ide, thotë, okay, mbase pas ka diçka, mund të vim të interesome dhe edhe për nxënësit mund të jetë ajo edhe një shtytës, po krejt në varet prej nxënësit se sa kanë interes. Për shembull në këtë rast neve mundemi çdo ditë të prezantojmë ndonjë projekt, po ndonëse nxënësit nuk shprehin interes, është kot. Në këtë rast për shembull
Sameti ka qenë ai i cili i ka prik E mori përgjithësi dhe më pastaj neve vetëm se e kemi ndimu. Pastaj, si tha, janë bashkangjit ekipa, deri në një moment neve mrinëm edhe ndoshta edhe mbi 20, domethënë ekipë, se vishin kur u formu roboti dhe kur e panë se si duket dhe çka është, tash filloi interesi jashtëzakonisht i madh. E besoj të ardhmen do të kemi problem tash si ta reduktojmë. Këtë të zgjedhim. Po, këtë ta reduktojmë. Po, duhet të di edhe bashkëpunimin mes prindërve, se edhe prindërit duhet të jetë, edhe prindërit në këtë rast duhet të jenë bashkëpunues, kuptohet se çdo bashkëpunim në shkolla është ai trekëndshi i artë që e quaj unë çdo herë. Sa kanë qenë prindërit bashkëpunues dhe si e kanë mirëpritur këtë garë? Po, prindërit tash më tepër nxënësit kanë punu me prindërit në fillim, kur ka fillu projekti, po si filloi fundi të vjere dita kur ne do të shkojmë atje, kemi pas takime edhe biseda me prindërit, jashtëzakonisht kanë qenë, domethënë edhe të emocionuar edhe shtytës që fëmia jem apo nxënësi jem don të merr pjesë në këtë garë. Nuk kanë hezitu për shembull edhe disa prej prindërit të cilët kanë ndihmu, po edhe financiarisht, po edhe moralisht, po edhe disa pajisje që tha Sameti që kanë munguar, për shembull, unë ndoshta nuk e kam ditë se çka ka munguar për momentin, po nxënësit në vetvete me prindërit ose me dikën që e kanë njoft, e kanë siguru pajisjen, edhe ka qenë një falënderim jashtëzakonisht i madh dhe nuk besoj se prindërit, çdo prind nuk kishte hezitu për fëmijën e vet të merr pjesë. Që po. Ilajda, e sheh vetën në të ardhmen në fushën e inxhinierisë apo edhe teknologjisë? Sinqerisht, jo se në moment jam duke mësuar për mjekësi, për motor medicinale. Mendoj që vazhdoj në mjekësi. Por që do vazhdoj të jetë ky pasion, besoj, për teknologjinë dhe për rastet të tilla. Se ardhmja është teknologji, domethënë ardhmja jonë vazhdon me inteligjencën artificiale. Ju kemi të dyve në mjekësi, edhe Sametin gjithashtu. Unë e di që edhe në mjekësi lidhet shumë mirë, domethënë teknologjia, robotika në të ardhmen, sepse po i shohim ndryshimet që po na ndodhin sidomos në vendet e huaja, por sigurisht edhe te ne në të ardhmen nuk duhet t'i ikim këtyre, sepse do jemi pjesë e këtyre edhe ne në të ardhmen. E kishe pa vetën në ndonjë projekt tjetër ndërkombëtar, Samet, do ishe i gatshëm të jesh pjesëmarrës edhe ndonjë projekt ndërkombëtar të tillë? Më shumë po, se ama prap kur është dini ngar, ka motivacion më ndryshe. Në projekta thjeshta, shembull, shkam vetëm me kriju robotin dhe me prezantu, nuk ka motivim atë shumë. Në garë është ndryshe. Në garë është ndryshe. Se ambienti është ndryshe, kreta se janë ndryshe. Emocionet pastaj. Kupto. Qëndruat për një javë të tërë. Për një javë të tërë. Si kaluat ju, grupi juaj më interesant tani, dhe jo bashkëpunimi me të tjerët? Po tash, nxënësit e dim pak se ju kemi bërë shtypje për shkak kohës. Domethënë çdo ditë ka qenë herët. Domethënë në 7 janë zgju, domethënë 8 ka ardhur servisi. Na ka marrë prej hotelit, na ka dërgu për shumë ose në shkollë ose në garë dhe ka qenë kogja vështirë. Për nxënësit, besoj se këto kanë qef më tepër të rinë natën, po nuk kishin mundësi, për shkak se kur ktheheshin në orët e vona, pak kohë kishin për rekreim, disiplinë, por ama e panë këto shumë mirë, e panë vetë se ekipët tjera se si funksionojshin. Ishin, mos them si ushtri. Kaq disiplina? Shumë disiplinë. Ju thash se nuk e dishin, nxënësit se çka është, po kur na dha një afat kohor, kur neve nuk mundeshim ta nxjerrim robotin në garë, e panë vetë se sa është e vështirë koha dhe mundësia për të intervenu. Dhe ato ditë ishin pak vështirë, po pastaj u adaptuam. Kur ju thëshme në ora
8 nisemi atëre se gati ishim poshtë. Unë ju falenderoj jashtëzakonisht shumë që bët pjesë e programit tonë, me të vërtet ishte shumë kënaqësi që të ndajmë këtë sukses të shkollës Cvetan Dimov dhe konkretisht të juajin në programin tonë. Uroj që sa më shumë të shtohen sukseset të tilla, gara të tilla, sepse përveç që juve si shkollë ju bëjnë krenar, kuptohet edhe neve si popull dhe si shtetas të Maqedonisë, Visar. Patjetër. Faleminderit edhe një herë për ftesën, për mundësinë. Uroj që mos të jetë i vetmi projekt apo i vetmi agar. I uroj edhe nxënësit, edhe prindërit, edhe shkollën, të cilët jashtëzakonisht na ka përkrah, profesorët, drejtoria, domethënë gjithë stafi. Kushtet i kanë pas mirë në shkollë, kemi pas një hapësirë të madhe, për shkak se duhet një hapësirë pak më e madhe të punohet, edhe ata i kemi pas të siguruar, dhe tash ngelet këtyneve dhe gjeneratave të cilët do të vinë, të intereson pak më tepër, jo rastisht kemi nxënës vitit parë, 2, 3, 4, tash Sameti mund të jetë edhe një vjet e gjysmë në shkollë, po pas një vjet e gjysmë duhet t'ja lënë dikujna tjetër dhe kjo vazhdon. Që do të thotë këto janë shembulli për gjeneratat e reja. Dhe këto do t'jenë ata të cilët do të tregojnë se çka është kjo, si punohet dhe të trashëgohet në gjeneratat tjera të reja. Po. Samet dhe Ilajda, një mesazh për fund. Mesazhi im do të jetë se të gjithë që dojnë të arrijnë ëndrat e tyre, mos të dorëzohen, sepse domethënë teknologjia është bë e ardhmja e jonë. Dhe kuptohet me punë dhe vullnet të mirë për teknologjinë mund të arrijmë dikund. Samet? Si mesazh i fund mundi të them se ka shumë zonës që janë më shumë që e dojnë ta bëjnë këtë punë, ama hezitojnë. Po, janë shef dikon, si të them. Duhet ta shprehin talentin më lirshëm. Po. Edhe ato duhet më shumë edhe vetë t'japin vetit vetë vullnet më shumë, që ta krijojnë edhe të marrin dhe një pjesë, dhe një ekip, ose të marrin pjesë më shkurtimisht vetëm kishin në për foruma, në për internet, ka shumë venda që vetëm të aplikojnë edhe të kallëzojnë vetin se ne e dimi atëse. Se kanë prirje. Dhe mundemi, po. Ju e një shembulli konkret që mund t'ja jepni këto të drejta të rinjeve dhe nxënësve në vazhdim. Unë ju falenderoj shumë dhe ishte shumë kënaqësi që të ndajmë këtë mëngjes së bashku. Shumë faleminderit.